së bashku. Ati dashur, faleminderit Perëndi që na ke drejtuar në këtë seri për fëmijët tanë. Qofshin këta fizik, qofshin frymëror. Edhe atë unë lutem Perëndia im që ti të na udhëheqësh sot përmes fjalës sate. Dhe Zoti im përgatit zemrat tona që të dëgjojmë atë që ti ke. Ne jemi mjaft me kokë të madhe, sa nuk pranojmë këshilla, sepse këshillat tona janë më të mençura. Edhe ne jemi më të zgjuar se të tjerët. Por Zot na fal për krenarin tonë. Na ndihmo të ecim të përullur me ty. Na ndihmo të mos mbahemi me të madh. Gjon Pagzori që ishte më i madhi, që Jezus i tha, që kishte lind ndonjëherë për gruaje. Ai tha, nuk jam i denj që të ulem edhe të merrem me sandalet e Zotit Jezu Krisht kur ishte në këtë planet. Po kush jam unë, Zot? Kush jemi ne që të mund të themi jemi të denjë dhe dim se si bëhet puna? Zot, ne nuk dim, Zot. Ne kemi nevojë për ty, kemi nevojë për dritën tënde, kemi nevojë për fjalën tënde, të na ndihmosh Perëndia im se si të mund të bëjmë punën në mënyrën e dur, të jetë në harmoni me ty që ndërton dhe me ty që ruan shtëpinë. Sepse vargu thot, nëse ti nuk e ruan, ka të lodhemi ne. Nëse ti nuk e mbron shtëpinë, çfarë do mbrojmë ne, Zoti? Nuk mund të mbrojmë dot. Por Zot, na bëj të përullur, Zot. Le të jemi të gjithë të përullur sot. Edhe të vinë të gjithë si fëmijë të vegjël përpara teje. Edhe lutem Zoti im që ti të na mësosh si të mbrojmë fëmijët tanë. Në emër të Jezusit Zot lutem. Amen. Pjesa e dytë e vargut parë thot, në qoftë se Zoti nuk ruan qytetin, mëkat e ruajnë. Që do të thotë që gjë e parë është, unë duhet t'i besoj familjen time për ta ruajtur Perëndis. Unë duhet të besoj dishepullin tim për ta ruajtur Perëndis. E di që në momentet caktuar ne nuk durojmë dot. Edhe mendojmë si bab, do t'i marrim, do të presim, do të bëjmë, por jeni çik të kujdesshëm. Besoni Biblën. Besoni Biblën sepse mbrojtja e familjeve dhe fëmijëve tuaj, pavarësisht përpjekjeve, pavarësisht urtësisë, pavarësisht intelektit, pavarësisht sa në gjendje jeni të bëni, do të dështojë nëse Zoti nuk e ruan, nëse ju nuk ja besoni Perëndis. Nëse familjen ja besoni Perëndis, ju do ta mbani, do ta fitoni familjen. Nëse familjen e mbani në duart e tua, ju do ta humbni atë. Nëse fëmijën ja besoni Perëndis, ju do ta gjeni fëmijën përsëri. Por nëse fëmijën e mbani vetë për veten tuaj, dishepullin gjithashtu do ta humbni atë. Ne duhet të jemi të qartë për të dorëzuar fëmijët tanë, për t'ia dedikuar fëmijët tanë Perëndis. Sepse ajo që ne pam herën e kaluar që fëmijët janë trashëgimia e Zotit. Nuk janë trashëgimia jonë. Bibla thotë që Perëndia na ka shpërblyer ne me fëmijët, por trashëgimia është e Perëndis. Atë nëse trashëgimia është e Perëndis, atëherë do të thotë unë do t'ia besoj atij trashëgimin e tij. Dhe do t'ia besoj ruajtjen trashëgimisë atij që i përket trashëgimia. Dhe kjo është e rëndësishme. Shikoni pak te Danieli 5. Danieli 5 është mbretëria më e fuqishme në botë në vitin 600 para Krishtit. Edhe ajo që ndodhi është që eci 150 vjet si një mbretëri e fuqishme. Edhe ishte në gjendje të mposhte çdo kombë, çdo mbretëri, sepse u ngrit lart. Edhe kishte ushtrim më të fuqishëm në botë. Edhe ajo që ndodhi është që Belshazzari, që është pasardhësi Nebukadnesarit, ai nuk ecste me përullësi me Perëndin. Edhe nuk mësoi as nga babai i tij që kur u bë krenar, Perëndia e hoqi atë, edhe la 3 vjet e gjysmë duke ngrënë barë si kafshët e fushave. Po kur ai erdhi në vete dhe pranoi që qielli sundon, domethënë mbretëria dhe gjithçka vjen nga Perëndia, atëherë ai e mori përsëri lavdin. Edhe tha, Zoti është ai që mbretëron. Edhe Bibla na tregon që Belshazzari nuk u soll kështu. Ai u soll në arrogancë, në mëkat edhe në përullësi. Po ajo që ndodh është që vjen një shkrim nga ana e Perëndis dhe shkruan mene tekelu farsin. Edhe thirrë Danieli për ta interpretuar, ndërkohë që thirrë Danieli për ta interpretuar, ai flet atij shumë gjëra. Edhe një nga ato thot, po ti Belshazzar, biri ti me gjithë se dije këtë, nuk e ke përullur zemrën tënde. Edhe vazhdon duke thënë, edhe pastaj mbyll që mbretëria jote do hiqet. Edhe Bibla thot, po atë natë Belshazzari, mbreti i Kaldeasve u vran, dhe Dari Medias i mori mbretërinë në moshën 62 vjeç. Tani çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë mbretëria më e fuqishme e botës, brenda 24 orëve, ose brenda 12 orëve, ose brenda 6 orëve, nuk e di kur e interpretoi atë. Në qoftë se Zoti nuk ruan qytetin, motra dhe vëllezër,
Më kot lodhemi ne. Ky është mësimi që është mjaft i fuqishëm. Me gjithë ushtrimet të madhe, me gjithë rojet më të fuqishme, ra. Ju mund të ndjeni të sigurt që ju e keni në kontroll shtëpinë tuaj, familjen tuaj, fëmijën tuaj. Mos gaboni. Besoja në Zotit shtëpinë. Besoja në Zotit familjen. Besoja në Zotit dishepujt. Besoja në Zotit mbrojtjen e shtëpisë suaj. Te Luka 19 për Jeruzalemin, Bibla thot që kur ai afroi pa qytetit dhe çau mbi të, dhe pastaj thot që do të rrëzojnë, thot. Edhe ne e dim që Jeruzalemi ra. Edhe rojet që ishin në Jeruzalem, po vdisnin nga uria, së bashku me gjithë popullsinë, sepse në qoftë se Zoti nuk mbron qytetin, më kot lodhe mbrojtësi. Por në qoftë se Zoti do të mbronte Jeruzalemin, asnjë ushtri nuk mund të hynte dot aty. Nuk kishte ndonjë roje që të ruante Hiroshimën nga ajo që e pasoi në fund të luftës dytë botërore. Në qoftë se Zoti do të donte ta ruante, e ruante. Pra ka një rregull të thjeshtë. Ne do të kuptojmë që fëmijët tanë janë trashëgimi e Zotit. Edhe besoja Zotit fëmijët atij që i takojnë. Sepse ai do të ruajë trashëgimin. Si thash, si prindër ne kemi të vështirë, sepse duam që të kemi kontroll. Edhe kemi një farë të drejte nga Perëndia. Por nuk duhet të harrojmë që ata janë të Perëndisë. Edhe nuk duhet të harrojmë që së pari ne duhet t'ja besojmë fëmijën tanë Perëndisë. Dhe në frikën e tij të mund të kujdesemi të ndjekim instruksionet e tij që ai na jep për të mbajtur fëmijët në mënyrën e duhur, dishepujt në mënyrën e duhur. Thuajini Perëndisë, nuk është trashëgimi ai me Zot. Mos i konsideroni fëmijët, dishepujt jo një të harroni. Po, edhe fëmijët nuk janë trashëgimi ai me. Janë trashëgimi ajo të Zot. Në lutje dorëzohet fëmijën te Perëndia. O Perëndi, po ta sjell ty, po ta dedikoj ty. Është një parim biblik si Ana ja dedikoi fëmijën e vet Perëndisë. Te Psalmi 127, nëse Zoti nuk ruan qytetin, më kot lodhen ruajtje. E dini që Izraeli ka një kupol mbrojtëse. Por nëse Zoti nuk ruan Izraelin, nuk ka kupol që mbron Izraelin. Të shkatërroj qytetin. Është Zoti që ruan Izraelin. E kuptoj pjesën që Izraeli bën pjesën e vet. Por çdo gjë që Izraeli bën, nëse Zoti nuk e ruan, do të bjerë. Do të bjerë, sepse Zoti është ai që ndërton shtëpinë. Bibla flet për një komb mbretëri dhe flet për ta çrrënjosur, për ta shkatëruar, por në rast se ai komb heq dorë nga ligësia, atë Perëndia e mban atë. Herë tjetër për një komb po flet për një mbretëri dhe flet për ndërtim, për të mbjellra, edhe në rast se ai komb ose mbretëri bën atë që është e keqe, edhe pse Zoti ka folur për ndërtim, për të mbjellra, thot, atë Perëndia ndron mendje. Me pak fjalë, nëse Zoti do të mbrojë shtëpinë, varet nga mënyra se si ju silleni në ecjen tuaj me Perëndin. Kjo është e rëndësishme në këtë. Tani, unë duhet i besoj Zotit, po, edhe pika e dytë është, unë duhet të mos jem ruajt si kot. Sepse nëse nuk i besoj Zotit, jam ruajt si kot, por nëse jam ruajt si plot, atë kam diçka që Zoti më ka besuar, atë si ta bëj punën në mënyrën e duhur, dhe për këtë do flasim sot. Duhet të jem në harmoni me Perëndin, në mënyrë që mbrojtja të mos jetë e kot. Ne folëm për lutjen herën e kaluar dhe kjo është një element i rëndësishëm për këtë. Lutja është burimi i madje më i fuqishëm që kemi në dorë për të ndikuar në jetën e fëmijëve tanë. Mund të mos jeni një prind i përsosur, por duhet jeni një prind që lutet. Perëndia do të dëgjojë çdo ditë emrat e fëmijëve të mi përpara fronit. Perëndia do të dëgjojë çdo ditë nevojat e fëmijëve të mi përpara fronit. Është Perëndia që ndërton dhe ruan, prandaj ja çoj këta Perëndis tim. Atë parimi i thjeshtë është disiplino veten në lutje. Nuk është kur ndjeheni në nevojë dhe kur shikoni që ka një problem, edhe kuptoj lutuni kur ka një problem. Po disiplinoni veten në mënyrë të rregullt të përditshme në lutje. Çohu në mëngjes ose kur e ke kohën, një besnik duke çuar emrat e fëmijëve përpara Perëndis në lutje. Bëj një listë lutje, edhe ne folëm për këtë gjë. Lutu për dedikimin e fëmijëve tuaj. Besoja në fëmijët tuaj Perëndis. Lutuni për shpëtimin e fëmijëve tuaj. Edhe folëm shumë për këtë gjë. Që Zoti t'i hap syt atij, të njohë mëkatin, t'i hap syt atij, të shikoj gjendjen ku është, t'i hap syt atij, të kuptoj që ka nevojë për një shpëtimtar. Mos u mbani te vetja për shpëtimin e fëmijëve tuaj. Kuptoj që keni rolin tuaj, keni ungjillin, por dorëzoja në fëmijët tuaj Zotit.
Lutuni për fëmijët tuaj. Ai do ju hapursi në kohën e duhur, në momentin e duhur për fëmijët tuaj. Lutuni për karakterin. Nuk është qëllimi që fëmija të marrë pjatën edhe ta heq në lavaman sepse tavolina mbeti pa shtruar. Mos mendoni kështu. Mos i përdisni me fëmijën sepse fëmija nuk hoqi pjatën nga tavolina. Edhe në qoftë se e kuptoni çfarë doni të thoni, por mësoni karakterin e fëmijës. Fëmija duhet të disiplinohet vetë, të jetë i përgjegjshëm në shtëpi. Ai duhet të ketë një karakter që gjërat të shtëpi bëjmë bashkë. Nuk është të flerë nga mëngjesi deri në darkët. Mësojni personalitetin, mësojni karakterin ati. Mësojni fëmijën të mos gënjej. Mësojni fëmijën të mos vjedh. Mësojni fëmijën të mos jetë me dy standarde. Mos jetë me dy fytyra. Mësojni karakter dhe lutuni për këtë faktikisht. Lutuni për shoqërinë e fëmijëve tuaj. Ata shok të shpëtuar, të pashpëtuar, lutuni që Zoti Jezu Krisht jetë shoku miku i fëmijëve tuaj. Shpresoj që ato që keni mësuar nuk kanë vdekur gjatë javës. Shpresoj. Lutuni për qëllimin e jetës të fëmijëve tuaj, që t'i japin lavdi Perëndis, të kenë dyert të hapura për Ungjillin aty ku janë. Mos bëni përsëritje të kota, domethënë ma listën e pastaj mbyll. Po thirrni në Perëndis, Zot, ti ndërton shtëpinë, ti e ndërtuesi, ti fëmijët janë të tut, Zot, edhe unë të dedikoj ty, janë të përkasin ty, Zot, jam edhe unë vi, sepse ai është një shpert, Zot, jam edhe as i shpert që ti e krijove, e bëre unik, askush nuk është si ai, Zoti. Po unë nuk mund të hap syt aty. Ti shpëton njerëzit, Zot, hapi syt fëmijës tim, edhe lutuni, derdhni zemrën në lutje. Më shumë se sa rituale, o Zot, shpëto fëmijën tim, o Zot, jepe karakter fëmijës tim, o Zot, edhe një përsëritje mekanike, si ata që thonë, tim që e në qelë, artë mërtria jote, bëpullën e të si në qelë, në tokë, bukën tonë të përditme në afsot, e tëra. Amen, ja u luta për fëmijën ika. E në mëgjes prapë, edhe tim që e në qelë, të. Komunikoni me Perëndin, jetë për jetë. Kështu është edhe për dishepullin. Kështu do të luteni. Mbrojeni fëmijët tuaj, Psalmi 119:9-11, si mundet një ri të bëjë rrugën e tij të pastër? Duke e ruajtur me fjalën tënde. Të kam kërkuar me gjithë zemrën, mos më lër të devijoj nga urdhrimet e tua. E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time që të mos më katoj kundër teje. Mësojini fëmijës fjalën e Perëndis. Mësojini fëmijës Biblën. Edhe kuptoj fëmijët do të rriten një ditë, po mësojni ata. 0 vjeç, 1 vjeç, 2 vjeç, 3 vjeç, lexoj Biblën. Po ai nuk dëgjon, nuk kupton. 0 vjeç, mësoj, disiplinoje veten. Lexoj. Rrit, mësoj vargje përmendësh. Është mjaft e rëndësishme në këtë. Sepse ruajtja e fëmijëve vjen nga Bibla. Ishte një herë një baba, edhe mori fëmijën e vet, edhe fëmija ishte 0 vjeç, po e di çfarë ishte? Ishte edhe 0 ditësh, sa kishte lindur. Edhe mori në dorë. E kur e mori në dorë, ai foli me fëmijën. Edhe tha, biri im, çfarë mrekullie e veçantë që e bërë. Perëndia të formoi në barkun e nënës. Perëndia të ka bërë unik si asnjë tjetër. Janë 8 miliard njerëz në këtë planet. Askush nuk është si ti, fëmija im. Zoti ka një plan me ti. Edhe ai ka gjëra të mëdha me ti. Edhe ai foli dhe tha, çdo gjë u krijua nga Perëndia. Fëmija ishte 0 ditësh. Dhe një ditë Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Edhe ai vendosi njeriu gjithashtu në kopshtin e Edenit. Por njeriu ra. Edhe ne të gjithë kemi trashëguar natyrën mëkatare. Por Perëndia na do, sepse nuk është vetëm i shenjtë, sepse për shkak të shenjtërisë së tij njeriu vdiq. Edhe ai dërgoi birën e tij që vdiq në kryq për ne. Ai u varros dhe u ringjall. Edhe unë pres të tregoj, ta njohësh këtë shpëtimtar. 0 ditësh, sepse ai e dinte që fëmia është trashëgimia e Perëndis. Dhe Perëndia ka një qëllim me ata, ashtu si Perëndia ka një qëllim me ju. Është çmenduri të mendosh kështu. Po në qoftë se je i rilindur dhe kupton qëllimin e Perëndis, është gjëja më e mirë që mund të bësh. Atëherë, ajo që dua të them është, mbrojeni fëmijët tuaj duke u mësuar Biblën. Shikoni te Ligji për të rinj 6, si mëson Zoti. Ta dini, koha më e çmuar, më e bukur që mund të kesh ndonjëherë, është të ulesh me fëmijën tënd, ti lexosh Biblën.
Jo të tregosh histori, ti lexosh Biblën. Edhe shikoni çfarë thot. Dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia ynë është një i vetëm. Do ta duash Zotin me Perëndin tënd me gjithë shpirt, me gjithë forcën tënde dhe këto fjalë që po të udhëroj do të mbeten në ku? Në zemrën tënde. Do të angulitësh fëmijëve të tu, do të flasësh për to kur riulu në shtëpinë tënde. Kur ecën, domethënë çfarë do bëj me fëmijën kur jam në shtëpi? Çfarë do të bëj me fëmijën kur eci? Çfarë do të bëj me fëmijën kur ulem? Do të prefësh mendjen, do të mësosh fjalën e Zotit. Këtë, kur kërë në shtrat dhe kur qohesh, do të lidhësh si një shenjë në dorë, do të shkruash ato në për mure në shtëpi. Edhe thot, do të jenë shirita në mes tyre, do të shkruash mi plakat e shtëpisë sate, mi portat e tua. Mësojnë fëmijëve Biblën, fjalën e Zotit. Mësojnë vargje përmendësh. Nëse ata do të mbajnë fjalën e Perëndis, një ditë fjala e Perëndis do t'i mbajnë ata. Le të them edhe një herë, nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë, ju dhe unë me gjithë urtësinë tonë nuk ndërtojmë gjë. Edhe kuptoj që në mendjen tonë, Laodicianë e emit të Zot, ndërtojmë mbi Zotin. Nëse Zoti nuk ruan qytetin, më kot e ruaj unë. Fëmijën tim, shtëpinë time e ndërton Perëndia, edhe gjithashtu e ruan Perëndia. Babilonia, ushtria më e fuqishme në botë, rap për 6 orë. Po atë natë, thot, Belshazzari u vra. Me rojat më të fuqishme, me ushtri më të fuqishme. Nuk ka rëndësi sa të fort jeni, nuk ka rëndësi sa të sigurt jeni, nuk ka rëndësi sa vërtet mendoni që jeni në gjendje ta mbani dhe mbroni fëmijën tuaj. Zoti do të mbrojë atë. Por ai do të mbrojë atë kur ju besoni atij. Ai do të mbrojë atë kur hiqni besimin nga vetja dhe mbaheni te Zoti. Për mbrojtjen e fëmijëve, për ndërtimin e fëmijëve, për mbrojtjen e shtëpisë, për ndërtimin e shtëpisë. Unë e di që ne jemi shumë edhe kemi vënë sisteme, lloj sisteme alarmesh. Por nuk ka kupol të hekur që mbron Izraelin nëse Zoti nuk e mbron Izraelin. Dhe nuk ka urtësi njerëzore, motra dhe vëllezër, sa do të zgjuar të pretendoni që jeni, sa do të rehatshme të duken, sa do sisteme të sofistikuara keni ndërtuar për familjen tuaj, fëmijët tuaj, mbrojtjen tuaj. Nëse Zoti nuk ju mbron, do bini. Prandaj, dedikojani fëmijët tuaj, familjen tuaj, atij që është në gjendje të mbrojë. Mos bëni gabime duke menduar që do të dilni jashtë Biblës. Lavdi Zotit që është ai mbrojtës. Lavdi Zotit. Janë 3 gjëra që janë të efektshme për mbrojtjen e fëmijëve tanë. Edhe Bibla ka shumë për të folur për mbrojtjen, te fjalët e urta na jepet shumë këshilla. Do të mbrojë fëmijët tanë, edhe ata do të dëgjojnë këshillën e nënës, këshillën e babait, mbrojë fëmijë nga shoqëria e keqe, mbrojë fëmijë nga mëkati, ka shumë gjëra. Po unë do të flasi pak për parimet biblike, mbrojtja është efektive kur kupton rrezikun e armikut. Është mjaft e rëndësishme për këtë, sepse nëse nuk ka armik, atë nuk ka as mbrojtje. Por nëse kuptojmë që ka një armik, atë ne bëjmë të kthjellët që na nevojitet një mbrojtje. Sepse mbrojtja është e nevojshme, ka një armik dhe ne jemi në këtë luftë të përditshme që dëshiron të na vrasë, ne të vrasë familjet tonë, të vrasë të ardhmen e fëmijëve tonë. Te Mateu 13:39 thotë, dhe armiku që e ka mbjell është djalli. Pra djalli është armiku. Armiku i shtëpive tona, i familjeve tona, edhe duke punuar, edhe duke mbjell. Nëse mendoni që ai nuk po bën punë në këtë botë, nëse mendoni që ai nuk po bën punë për të rrëzuar familjet tona, shtëpitë tona, jeni gabim. Ka një armik që po punon për të rrëzuar fëmijët tuaj, që po punon për të rrëzuar ju, po punon për të rrëzuar shtëpinë tuaj. Ka një armik, mos u gënjeni. Dhe Bibla thotë tek Pietri, e parë Pietri 5:8, jeni të përmbajtur, rini zgjuar, sepse kundërshtari juaj djalli sillet rreth e qarë si një luan vërmbullues, duke kërkuar celin. Ty, gruan, fëmijën e parë, fëmijën e dytë, fëmijën e tretë, celin. Sepse ashtu siç është kisha që është një tufë, edhe do të përpiqet ta hesh edhe familja është një tufë ku burrat kanë përgjegjësinë për të ruajtur fëmijët, familjen e tyre. Dhe mënyra se të bëjnë është në gjunjë përpara Zotit duke dedikuar. Dhe duke besuar atij o forcës së tyre. Dhe mënyra duke ndjekur instruksionet biblike
Sepse armiku nuk mund të hedh poshtë dot Biblën. Nëse mbani Biblën, Bibla do ju mbajë ju dhe do ju mbrojë. Jezusi fitoi me të ndihmë vetëm me anë të shkrimeve. Duhet të jemi të esëlt, sepse thotë rini zgjuar, jeni të esëlt. Nëse një prind duhet të bëjë diçka, ai duhet të jetë i kthjellë. I kthjellë domethënë ka një armik. Kur isha në Itali shumë vite përpara, dola me një fëmijë të vogël edhe me gjyshen, miq të mi. Edhe gjyshja një gjë kishte, nuk mbante mendje te biseda me mua. Mbante mendje syt vetëm te fëmia. Sepse tha, kanë marrë fëmijë dhe i marri fëmijë fusi fugon. Domethënë nëse je i kthjellë që ka një armik, ti je vigjilent për ata. Dhe këtë thot Zoti, jeni vigjilent. Jeni vigjilent për fëmijët tuaj. Jeni të kthjellë sepse djalli sillet rreth e qark shtëpisë suaj. Ju thoni, jo, është prall. Të do djalli të besoni që është mitologji. Mbrojni, një luan thot, si një luan vrumbullues. E do të hajë dikë. Do përpiqet të sulmoj më të dobtin e familjes. Ose ta veçoj nga tu, edhe nëse është i fortë. Por ka një armik që do të jemi të esëll. Bibla thot, faraoni kërkoi të shfaroste fëmijët e izraelitëve. Edhe faraoni është pikturë e djallit, Izraeli pikturë e popullit të Perëndis. Ne do të jemi të kthjellët. Pjetër thot, rini zgjuar, rini të esëll. Pra, ne do të jemi efektiv dhe do jemi efektiv kur kuptojmë që ka një armik. Okej, ka një armik për familjen time. Unë duhet të jem i esëll. Dhe gjëja e dytë është ka një strategji. Armiku ka një strategji. Shikoni të Zanafilla 3, vargu parë, përmendja e parë e djallit dhe përmendja e parë e strategjisë së tij. Dhe mënyra çfarë bëjmë është që kemi Evën në një krah që është lloji i Zotit lloji i kishës, edhe kemi Perëndin në krahun tjetër. Eva është lloji i kishës, Eva është gruaja e Adamit, Adami është lloji i Zotit Jezu Krisht është krahasuar me Adamin në fundit e parkojnë 15, nuk kam kohë të kaloj gjithë këto gjëra, por Eva është tipi i kishës. Edhe midis Evës ose njeriut edhe Perëndis, djalli erdhi dhe vuri diçka në mes. Që vuri në mes është vuri një version të Biblës. Kurani për shembull është një version i shtrembëruar i Biblës, shumë i shtrembëruar. Por ai vuri një fjalë edhe thot mos hani nga gjitha pemët e kopshtit. Dhe çfarë ndodh kjo? Kjo ndodh që diçka u fut në mes. Edhe kjo solli rënien. Domethënë strategjia e djallit është të vërë diçka në mes. Të vërë diçka në mes, sepse Zoti ka thënë për shembull ha bile lirish nga çdo pemë e kopshtit, por mos han nga pema e njohjes me të mirë dhe të keqet, sepse ditë që do të hashke për të vdekur me siguri. Pra, ajo që po ndodh është që djalli ka një strategji të vërë diçka në mes, mbani mend këtë. Te 2 Korintasit 2:10-11. Por aty që ju do t'i falni diçka, fal edhe unë, sepse edhe unë, nëse kam falur gjë, kujdo që ta kem falur, e bëra përpara Krishtit që të na mos na mposh Satanai, sepse ne dim qëllimet e tij. Nuk ka ndryshuar strategji djalli. Edhe çfarë bëri? Në mënyrë që kisha të mund të përçahet, bëri të njëjtën gjë si njeriu rrëzua. Njeriu rrëzua duke i besuar një version të shtrembëruar të Biblës. Tani çfarë bëri? Djalli vuri diçka në mes midis Zotit edhe njeriut. Tani djalli dëshiron që të prish unitetin e kishës. Dhe mënyra si e prish unitetin e kishës është vë diçka në mes. Mes nesh me njëri tjetrin. Ajo që vë diçka në mes me njëri tjetrin është mosfalja. Ky është konteksti. Dhe kur ne nuk falim, çfarë ndodh me ne? Sepse djalli ka futur në mes nesh mosfaljen. Në një martesë, në qoftë se fëmia nuk fal baban, babai nuk fal fëmijën, burri nuk fal gruan, gruaja nuk fal atë, është strategjia e djallit për të vënë diçka në mes, në mënyrë që të bjerë familja. Edhe njëta strategji është që djalli vendos diçka në mes, mbani mend këtë, strategjia aty të vë diçka në mes. Te Marku 3:24-25, në qoftë se një mbretëri është e përçarë kundër vetvetes, ajo mbretëri nuk mund të qëndrojë. Po jo vetëm mbretëria, po edhe shtëpia. Në qoftë se një shtëpi përçahet kundër vetvetes, ajo shtëpi nuk mund të qëndrojë. Prandaj falni njëri tjetrin. Ndryshe nuk qëndroni dot si shtëpi. Prandaj duhet të falim njëri tjetrin. Jo atë që ma ka bërë ai, nuk ja fal kurrë. Nuk vi nga Zoti. Vi nga djalli, vi nga mishi, vi nga bota. Mësoni të nështroni veten tuaj zërave që vinë nga fryma e shenjtë. Dhe fryma e shenjtë flet sipas fjalës së Zotit. Prandaj duhet të jemi xheloz për ta hequr mosfaljen nga njëri tjetri. Duhet të jemi xheloz për ta mbajtur familjen të bashkuar, por dhe kishën të bashkuar. Tani, ajo që ndodh vinë re strategjia është të vëmë diçka në mes.
Po kur flasim për në mes, në termi modern, e dini çfarë është në mes? Fjala në mes ka një kuptim tjetër, sepse kjo është strategjia e djallit. Fjala në mes ka kuptimin media. Është e njëjta fjalë. Në mes dhe media është e njëjta gjë. Në mes dhe media. Fjala media vjen nga latinishtja medium, që ka kuptimin në mes, ose në qendër, ose ndërmjet. Dhe bani mend strategjinë e djallit. Strategjia e djallit të vë diçka në mes, njeriu ra. Strategjia e djallit të vë diçka në mes, shtëpia bie. Strategjia e djallit të vë diçka në mes, kisha bie. Kjo është strategjia e djallit. Ju të kuptoni, vetëm të urtë. Shkrimet na mësojnë strategjinë. Shkrimet na mësojnë. Shikoni vjen edhe diçka. Kemi në njërin anë kemi autorin. Në anën tjetër çfarë kemi? Në anën tjetër kemi lexuesit. A dini çfarë ka në mes? Libri. Në njërin anë kemi kompozitorin. Në anën tjetër kemi dëgjuesin. A dini çfarë ka në mes? Muzikën. Në njërin anë kemi regjisorin. Në anën tjetër kemi shikuesit. A dini çfarë ka në mes? Filmin. A dini çfarë është në mes? Media. Kjo është kuptimi. Në njërin anë kemi influencues. Në anën tjetër kemi përdorues. A dini çfarë ka në mes? Aplikacioni. Media. Në mes. Në qoftë se jeni të zgjuar dhe besoni Perëndis dhe kuptoni strategjinë si punon djalli, atëherë duhet të jeni mjaftuar të kuptoni si djalli ka hyrë në mesin ton, në mes të shtëpive tona, në mesin ton, në shërbimet tona. Media vjen nga latinishtja medium, që ka kuptimin në mes ose në qendër. Nëse doni ta them një përkufizim, media i referohet kanaleve të ndryshme të komunikimit, ndarjes informacioneve, ide dhe argëtim, janë imazhet, video, teksti dhe audio që bëjnë faqen e internetit, që vizitojnë platformat e mediave sociale në cilat angazhohen në një kuptim të gjuhës së përditshme. Ky është përkufizimi i medias, por mos harroni strategjinë e djallit. Strategjia e tij është për të vendosur diçka në mes. Media. Çdo shtëpi ka një televizor në mes apo jo? Në mes e ka, nuk është qendra e dizenjos së shtëpisë. Papa ty, me rregullime para mbrapa, çdo shtëpi e ka atë. Në mes. Vjen re që media është futur në mes nesh. Në familje, me fëmijët, në rrugë duke ecur, në kish, duke bërë shërbimin, media. Ma lejoni të them, jo çdo gjë është negative nga teknologjia. Jo çdo gjë është negative. Kam komunikuar me motrën në telefon. Bëj dishepuzim me video online me Matia. Kam komunikoj me vëllezërit që janë larg. Teknologjia është e dobishme. Por duhet të kuptoni si djalli ka punuar në histori që nga zanafilla. Edhe si po vazhdon të punoj, duke u përpjekur të na futet në mes për të na ndarë. Në mes të marrëdhënies tonë me njëri tjetrin, në mes të marrëdhënies tonë me Perëndin. Media. Mos jeni naiv. Mateu 4, 2 dhe 3. Dhe mbasi agjeroi 40 ditë, 40 net, në fund e mori uri, atëherë tunduesi çfarë bëri? Hyri në mes. Midis Perëndis birë dhe Perëndis Adhe vuri tundimin brenda. Apo jo? Strategjia e tij. Përmendja e parë e strategjisë së djallit është tek Zanafilla 3. Përmendja e parë në dhjatën e re strategjisë së djallit është ku? Te Mateu. Futi në mes. Futi në mes. Ai vendos diçka në mes. Bani mend këtë. Qëllimi i djallit është që të hyjë mes marrëdhënies tonë me njëri tjetrin. Të hyjë mes marrëdhënies tonë me Perëndin. Përsëri duhet të them diçka. Jo çdo gjë në teknologji është negative. Ne kënduam me PowerPoint apo jo? Ne përdorim kompjuterin apo jo?
Unë kam përdorur kompjuter për të bërë këtë studim. Jo çdo gjë është negative. Por hini të esët, media, teknologjia është një nga strategjitë e djallit për të hyrë që të mund të na rrëzoj e për të na përçarë. Po flasim për mbrojtjen e fëmijëve sot. Nuk është e vështirë të shohësh mënyrën se si teknologjia e pa kontrolluar, po na formëson në marrëdhëniet tona, është futur mes nesh dhe po ndikon jetën tonë dhe tek fëmijët tanë. Nga gjithë ata që keni vetëm njëri po shijon momentin. Gjithë të tjerë ta. Unë mendoj që të gjithë kemi nevojë, të gjithë, të mësojmë nga kjo gjë. Të gjithë pa përjashtim. Por duhet jemi me zemër të hapur. Ky mësim nuk është vetëm për fëmijët. Ky mësim është edhe për ne si prindër. Po sigurisht edhe për fëmijët. Pra e para është ne jemi efektiv në mbrojtjen e fëmijëve kur kuptojmë rrezikun. Rreziku nuk është imagjinar. Ka një armik të vërtet real. Edhe ky armik sillet rreth e çak për të na përpjellë. Ne jemi më efektiv në mbrojtje kur kuptojmë strategjinë. Strategjia biblike, Bibla na mëson. Strategjia biblike është që ai vendos diçka në mes është media. Edhe duke vendosur diçka në mes, ai kërkon të na shkatërroj, kërkon të na rrëzoj. Prandaj Zoti ndërton shtëpinë, po unë si përgjegjës përpara Zotit që një ditë do t'i jap llogari, duhet të hap shkrimet të kuptoj si mund të fitoj, si mund të punoj në harmoni me Zotin në mënyrë që të mbroj familjen time, të mbroj fëmijët e mi. Dhe treta është kur kuptoj qëllimin. Pra, unë do të kuptoj rrezikun, unë do të kuptoj strategjinë, ai vu në mes, po unë do të kuptoj edhe qëllimin. Çfarë qëllimi ka djalli në fundit? E dini çfarë qëllimi ka? Çfarë mendoni? Çfarë qëllimi ka? Se bëhen të lehta kur i di. Pastaj kur të marrëm mësimin do të thotë unë i dija. E di që i dini. Pyetja është, a i bëni? Edhe shkoni pak. Qëllimi është tek Gjoni 10. Vjedhësi nuk vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatëruar. Unë kam ardhur që të keni jetën të kenë më bollë. Domethënë djalli do të përpiqet të vjedhë edhe të shkatërroj familjen, të vjedhë fëmijët, të shkatërroj fëmijët. Duhet të kuptoni qëllimin e tij. Jo vetëm strategjinë e tij, jo vetëm prezencën e tij që ai është një armik real. Ai ka një qëllim. Qëllimi është djalli ka qëllim të vjedhë pafajësinë e fëmijëve tuaj. Përmes seksualitetit në media. Mënyra si djalli vjedh është duke bombarduar. Ju shikoni në telefon, edhe në telefon me lloj-lloj gjëra sillen këtu. Në atë që është në mes të shtëpisë, lloj-lloj gjëra dalin pa pritur. Edhe qëllimi është të seksualizoj fëmijën. Është një rrezik i madh përmes televizorit, filmave, reklamave, promovon homoseksualitetin, LGBT-n, promovon seksin para martesës, seksin jashtë martesës. A e dini se në çfarë moshe fëmijët përballen me faqet pornografike? Në moshën 10 vjeç. Në disa ankenë time në moshën 8 vjeç. A mendoni që fëmijët janë tendencios kur shkojnë? Jo. Diçka më njëherë del aty, edhe fëmijët e shikojnë, pa ja klikojnë. Ata nuk hyn për atë punë. Pastaj çfarë bën? Pastaj do bombardohen pastaj. Edhe të sjellën të tjera, aty pastaj fëmia fillon të ruhet, të mbyllet edhe pastaj brenda aty më sa këtyre gomave të errta në fshehtësi, ti nuk di gjë. Edhe ai do të vjedh, fëmia është i pastër, i pafajshëm në aspektin seksual. Të vjedh pafajësim përmes agresivitetit në media. Përmes dhunës, dhuna është jashtëzakonisht e përhapur aty. Edhe ajo që ndodh është një fëmijë deri në moshën 18 vjeç ka parë 16.000 vrasje të ndryshme. Domethënë ai është bombarduar me vrasje. Ai është bombarduar me gjëra seksuale. Edhe media i bën fëmijët agresiv. I bën që ta shohin dhunën si një mjet për të zgjidhur çështjen. I bën që të imitojnë dhunën në mënyrë që të bëjnë ashtu siç e shohin ata. Po flasim për gjëra të ndryshme, madje edhe magjit.
edhe ato gjërat me shtrigra, me gjitha të gjërat duken si të këndshme që prodhon Disney, por ato do të ndikojnë tek fëmijët tuaj. Edhe pse dhuna në televizion nuk është shkaku i vetëm i sjelljes agresive, padyshim është një faktor shumë i rëndësishëm. Pra djalli ka qëllim të vjedh të shkatërroj. Edhe ai dëshiron të vjedh pafajësinë përmes kursit të kësaj bote. Lakmia mishit, lakmia syve, krenaria jetës janë në botë. Mos e doni botë edhe gjërat që janë në të, thotë Zoti. Edhe kalojnë kaq shumë gjëra aty brenda, edhe në për lloj rrjete sociale. Instagram, edhe shohin ja, unë jam i pakënaqur edhe për këto gjëra, zhveshje, gjitha ato gjëra, krenari, sa klikime kam, sa shuk kam, edhe çdo gjë duke e prishur si fëmijë. Fakti është kokëfort që kjo nuk është agjenda e një babai të perëndishëm për fëmijën tuaj apo jo, për ju. Kjo është agjenda që djalli ka për ju. A mendoni që këto synoni me fëmijën, ta seksualizoni, të prishni pafajësinë, ta bëni agresiv, ta bëni materialist të pashfrenuar, ta bëni njëri që rend pas kalimit të syrit, ore minute, ku nuk futet, ore minute, dhe kalon ato me ato videot e shkurtra në YouTube, ku edhe ai bombardohet me to. Është agjenda e djallit që nga fillimi të hyjë në mes jush edhe fëmijës dhe në mes fëmijës dhe perëndisë. Qëllimi nuk është të heqim teknologjinë, por të mos lejojmë teknologjinë të formësojë fëmijët tanë. Shpresoj të ndërgjegjësohemi sot. Është mjeti i duhur kur përdoret për mirë teknologjia. Është mjeti i duhur, por teknologjia po formëson fëmijët tanë dhe teknologjia pa kontrolluar po i shkatron atë. Një fëmijë 10 deri në 12 vjeç kalon 6 orë në teknologji. Ata që janë mbi 12 vjeç kalojnë deri në 9 orë. Nuk po flas për detyrat e shkollës. Kemi vërtet gjëra jo të vogla këtu përpara. Djalli ka si qëllim jo vetëm të vjedh pafajësinë e fëmijës, po të vjedh karakterin e fëmijës. Të vjedh karakterin, duke ndikuar në trurin e tyre. Nuk e din nëse keni dëgjuar ndonjëherë neuroplasticitet. Është aftësia për të marrë vendime. Edhe fëmia zhvillohet, ndërkohë që fëmia zhvillohet edhe bombardohet me gjithë këto gjëra, atëherë ato e bëjnë atë që të marrë vendime bazuar në ato që po bombardohet. Dhe fëmia nuk mund të marrë dot vendime në mënyrën e duhur. Vullneti i tij pavarur nuk zhvillohet. Ai zhvillohet i hipnotizuar ose i kontrolluar. Mos u bëni naiv. Do të shkatroj trurin, aftësinë e fëmijës për të marrë vendime. Ne jemi shumë të mirë, dhe themi, ja këtu na erdhën ca miq, na këtu telefoni këtu edhe merremi me miqt, ose merremi do lajmenët, ose ju lutem, jini të kthjellët. Mos u bëni naiv. Teknologjia po formëson trurin e fëmijëve tuaj. Dhe madje edhe trurin tuaj, nëse vazhdoni, kaloni me të. Ndryshon mënyrën strukturore të funksionale të trurit. Kjo është neuroplasticiteti. Te ligji për të rirë 28:9 thotë, pastaj Mojsiu dhe prifëtërinë Levitu thonën tërë Izraelit, duke thënë, mbaj qetësi dhe dëgjoj. O Izrael, sot je bërë populli perëndis tënd. Domethënë, në qoftë se fëmia bombardohet me to, ajo që është që truri i tij nuk mund të jetë më i qetë, por jo vetëm truri i tij, po edhe truri juaj. Unë e kuptoj që kur kam kaluar kohë gjatë në media, edhe kuptoj dhe dua të kaloj kohë të qetësohem, as të lexoj Biblën, as të studioj Biblën, as të lutem, sepse mi rrin imazhe në mendje. Dhe ju nuk jeni të qetë, dhe fëmia juaj nuk është i qetë. Mbaj qetësi dhe dëgjoj. Prandaj ajo që po ndodh është që fëmijët po shkatërrohen. Teknologjia na pengon të qëndrojmë të qetë. Teknologjia gjithashtu na pengon, shikoni pak tek Eksodi 33:11. Kështu Zoti fliste me Mojsiun ballë për ballë.
Ashtu si një njeri flet me mikun e tij, pastaj Mojsiu kthehej në kamp, por Jozue o biri i tij, Nuni zbatuesi i tij nuk largohej nga çadra. Pengon miqësinë e vërtet, do prish komunikimin e dur. Komunikimi i dur është ballë për ballë. Si një mik flet me të, edhe njerëzit rrethohen nga rrjetet sociale dhe janë të vetmuar, dhe janë të izoluar, e mendojnë se kur kanë miq, po nuk kanë miq. Një mik i vërtet flet për ballë. Mësojnë fëmijët në mënyrën e duhur. Zoti mund të fliste në shumë mënyra me Mojsiun. Edhe Bibla thot, miku flet për ballë. Sepse ka 2200, ku diu sa miq ka në Facebook, apo në Instagram, apo Facebook është për plejt Instagrami për të rinë, po si do që t'jetë. Sepse ka kaq, nuk do të thotë që ka miq. Por do të shkatroj këta. Miqt më të mirë, komunikimi më i mirë, janë ata që janë për ballë. Edhe di që edhe në kishat synohet kisha online. Por është një realitet jo biblik. Me gjithë se forcat e teknologjisë po mundohet të hedhin poshtë kishën. Po kisha është një organizëm, është një është trup organik. Edhe ju shtroni dhuntit dhe aftësit në ndërtimin e njëri tjetrit duke qenë së bashku në një trup, nuk kam kohë të merrem me këtë gjë, por ky është realiteti. Po le të kthehemi tek ajo. Tjetra është pengon kreativitetin e fëmijëve. Edhe ajo që ndodhet është fëmijët nuk mundet të kenë të vrasin mendje, të jenë kreativ. Ata janë me tru të mpirë. Do të dorëzojnë projekte të marra nga Google. Keni parë një? Që se një rritë me fëmijët, okay. Do të mësojnë përmes YouTube rritë gjëra të gatshme. Ata nuk bëjnë dot projekteve. Kujtesa atyre zvoglohet. Nuk mbajnë mend, base një telefon, më përpara mbani mend 10-15 telefona mend. Tani s'mbajnë mend. Truri po vjen duke u shkatruar. Vjen me kosto, nuk është pa kosto teknologjia. Po jo duke sikur ne kemi gjithë botën aty. Edhe po fitojmë gjithë botën. E pra, çdo bika njeriu të fitojë gjithë botën, por të humbas shpirtin. Mos e humbni shpirtin e fëmijës suaj përmes teknologjisë. Mos e humbni. Duke ndikuar në durimin e fëmijëve. Ata nuk kanë durim, sepse japim një telefon, ne e qetësojmë. E themi, si të mësojmë, japim telefoni arri rehat. Bëj këta, telefoni nuk e u qetësua. Se kështu bëjmë edhe ne. Të vemi të mbajmë radhën, ne nuk durojmë dot. Të marrim telefonin. Ka 5 minuta pushim me telefonin. Po edhe në gjë, të bëjmë një gjë, domethënë të vemi të presim te semafori me telefonin. Sepse nuk kultivojmë karakterin e durimit. Dhe izolohemi dhe bëjmë të paduruar. Edhe fëmijët kështu i bëjmë faktikisht. Nuk kam që të bëj, po ja ka ky që po bën shërbimin. Edhe do merrem me telefonin, rri me telefonin. Pse nuk mund të lutesh? Pse nuk mund të adhurosh Zotin? Sepse nuk je i qetë, sepse ky të kontrollon, megjithëse ti mendon që e kontrollon, ky të kontrollon. Nuk kuptoni kaq, domethënë duhet kuptojmë që ka një strategji djalli. Edhe është gjithandej, kudo, shikoni atë fotot, në rrugë, kudo, do mbajmë radhën te mjeku me telefon. Media po na formëson me qëllim të gabuar. Dhe sigurisht nuk po punon të na transformojë në imazhin e Krishtit. Po punon të na konformojë edhe të na prish. Ne nuk po kultivojmë durim, po mungesë të durimit. Në detyrat të fëmijët tanë duhet të bëjnë detyrat. E sa hapin të bëjnë detyrat, mirë. E po mësojnë, mirë. Ne kemi futur dhe kultivojnë mos durim. Dua të studioj, po studioj Biblën, edhe pasaj, pa pritë ka kaluar, ka ekur ora duke u marrë me këtë. Dhe nuk ridot pa të. Kushtoju leximit, këshillimit dhe mësimit derisa të vijun. Studio, thot Bibla, po nuk mundemi ne, sepse s'kemi durim, sepse kemi YouTuber, kemi telefonin, kemi median, po fëmijët tanë, a mendoni që studiojnë në dhomë më tanë? Jo, ata janë më të mirë se ne, më të fortë. Ata kanë më shumë vetë kontrol se ne. Satani po përdor teknologjinë për të ngulur një pyk. Dhe që anë pykat ato që dikur qanim drurit. Për të ngulur një pyk, gjithnjë më të thellë midis nesh me njëri tjetrit. Një pyk në familje, një pyk në marrëdhënien e njeriut me Perëndin. Dhe gjejnë vetat të çorientuar. Ai po përpiqet të vjedh karakterin
por gjithashtu do vjetë duke sulmuar shenjtë të rinë tonë. Teknologjia po pengon shenjtë të rinë, ne jemi urdhëruar të jemi të veçuar dhe të shenjtë. Ne duhet jemi të ndarë nga mëkati që depërton dhe hyn në sytë tanë dhe hyn me të lloj pislëqe që ofron, edhe pa pritur, bam, e bombardohemi, dhe duket sikur jemi të pandijshëm. Aftësia jonë për të qenë të shenjtë, aftësia jonë për të qenë të pastër mes një brezit të padrejtë çoroditur, aftësia për të qenë dritë mes të errësirës së kësaj bote, po humbet nga teknologjia. Po humbet, prap, nuk them teknologjia është e keqe, nuk e kam thënë këtë. Po kuptoni influencën, edhe di çfarë, jini vigjilent, se ka një armik, edhe vini mbrojtje. Vini mbrojtje tuaja për veten tuaj një herë, vini mbrojtje edhe për fëmijët tuaj. Psalmi 101 vargu 3, nuk do të vë përpara syve të mia asgjë të keqe. Nuk do të vë. Davidi thot, nuk do vë përpara syve. Unë e urrej sjelljen e atyre që dënojnë, nuk do të lejoj të bëhem si ata. Në mes të filmit thash, ka dhunë, ka seks, ka animatime me heroj homoseksual. Shfleton internetin, ka lloj gjëra që dëmtojnë fëmijët. 2 Pjetri 2 vargu 8, sepse ky njeri i drejtë banonte në mes tyre e mundonte për ditë shpirtin e tij të drejtë duke shikuar dhe duke dëgjuar veprat e tyre të poshta. Shikimi mundon shpirtin, thot Bibla. Edhe ju keni një shpirt, fëmia ka një shpirt. Shikimi i gjërave të pista, shikimi i gjërave që nuk duhet shikoj, do të mundoj, do të torturoj shpirtin. Edhe Bibla thot, syri sjell dhimbje shpirtit tim. Edhe po, ne rendi pas lakmisë së syrit, edhe nuk kuptojmë që po shkatrojmë, po kuptoni djalë ka një strategji. Mos jeni naiv. Mos u mashtroni, gjërat serviren, por do të sjellin dhimbje. Bibla është e vërtet, bota është e rrem. Bibla është i sinqert, bota është mashtruese. Bibla është ndërtuese, bota është shkatruese. Nëse doni të ndiqni rrugën e ngushtë, lavdi Zotit. Nëse do të ndiqni rrugën e gjerë, okay, është zgjedhje. Por mos u mashtroni, të paktën jeni të paralajmëruar. Le të jap disa hapa praktike. Hapa praktike, prezantoja fëmijës tënd si një mjet dhe jo si një lodër. Kam lexuar mbi 300 faqe, kam parë kaq shumë gjëra gjithë javën, duke u përpjekur të grumbulloj gjithë këto gjëra për ne, me hirën e Perëndis. Kjo është e rëndësishme sepse ne ja prezantojmë si një lodër dhe ja japim fëmijës edhe fëmia merret me atë dhe kërkon të gjejë mbusholli, edhe ta shohë atë, ja prezantojmë atë në atë mënyrë, ai merret, luan me të, kujdeset dhe harxhon kohën dhe gjen mbusholli dhe një ditë nuk do të gjejë mbusholli kërkun, as Jezu Krishti nuk do të jap mbusholli. Ai e ka aty mbushollin, e ka tërhequr atë. E kthejmë teknologjinë në dado virtuale. Ullu para ekranit, ullu para televizorit, edhe ja shiko këtu se unë do bëj ca punë shtëpie. Mësoje që është mjet. Domethënë, ky do përdoret për një qëllim. Dhe mjetin, kujdesu që të di si ta përdor. Sepse është mjet sa i mirë edhe i rrezikshëm. Apo jo? Edhe nëse ke fresiblin, ose nëse ke makinën, nuk mund të japësh fëmijës makinën të shkojë në rrugë, sepse tha, unë dua të eci në rrugë. Prit, të bësh guid, të bësh kursin, të bësh praktikën, pastaj të dalësh në rrugë. Dhe kur dalësh në rrugë, dalësh çik me mbikëqyrjen time. Pastaj, pasi të fitosh eksperiencë, të dalësh. Po njëjta gjë me fresiblin, mund të pritet me ta. Por nëse shikoj si një mjet, atë do të thotë që unë do ta shoh atë diçka që duhet më vlej të përdor, të jetë për ndërtimin tim, për përdorimin tim. Jo si një lodër që hunë aty dhe gjej mbusholli. Janë dy gjëra të ndryshme në këtë. Je vigjilent që të bësh punën në mënyrën e duhur. Hapi 3. Kontrollojeni fëmijët tuaj. Çfarë shohin? Ku shohin? Nuk ka gjëra të kyçura. Lëreni me orar. Nga ora 9 e darkës deri në orën 9 të mëngjesit, stop. Gjitha telefonat përpara aty në kuzhinë. Edhe telefonat tuaja atje. Ma jep telefonin? Ku hyre? Çfarë bëre? Çfarë ke? Mësoj fëmijët që çfarë, jemi të pastër.
Ashtu si që kujdese që fëmija të mos vjet, kujdese që fëmija të mos merret me pislëqe. Edhe du t'jemi të hapur me gjëra. Të di çdo lloj kyçi, çdo lloj gjëje. Jo emra të fshet në Instagram e ande. Jeni një familje hapur dhe transparente. Hapi 4 është, i shembull për familjen tënde. Nëse kjo nuk bëhet, nuk bëni dot asgjë me fëmijët tuaj. Fëmija bën detyrat babit të. Më dëgjoni pak. Mos u bëni naiv. Mos gënjeni veten. Mos u mashtroni. Ajo që ju jeni ashtu do bëhen fëmijët. Ju do thoni po kur të rritet ai do bëhet më i mirë se unë. Okej. Ja. Pardoni të gënjeni veten. Thuajini fëmijës. Jeni të hapur. Përdoreni si mjet këta. Ja po shoh babi këtu, ose mami, ja po shoh babi këtu që të mund të shoh se si të rregulloj lavamanin. Fëmija nuk e kupton, po ai po sheh, babi po më përdor telefonin për të parë një video për lavamanin. Nuk ka rëndësi se po bën detyra. Ja po shikon babi këtu diçka sepse do të shoh se si bëhet kjo gjë. Po shkruaj një inkurajim për këtë, për atë. Lërën e atë të ketë vendin ku ka. Nuk ka punë. Është mjet për ju që të jetë mjet edhe për fëmijën. Po në qoftë se juve jeni kaq të varur, edhe vërr. Më vjen keq për ju. Më vjen vërtet keq. Shumë keq. Nuk ka rëndësi se sa të Zot jeni. Nëse Zoti nuk ndërton shtëpinë tuaj, ju lodheni kot. Nëse Zoti nuk ruani, ju nuk mund të ruani. Babilonia ra për 6 orë, me ushtrime të fuqishme. Mendon që shtëpia juaj nuk bie? Djalli punon për një ditë. Për një ditë nga Efesianët 6. Për një ditë ju rrëzoi. Edhe ai po punon që të çojë në atë ditë që pastaj bam kur të dëgjoni. Por jeni shembull. Jeni shembull që keni vetë kontroll mbi teknologjinë. Sepse ajo nuk po të formoson ty, atëherë nuk do të formosoj as fëmijën tënd. Por është një mjet për ty, do të jetë një mjet edhe për fëmijën tënd. E kuptoni tani ndryshimin midis lodrës dhe mjetit? Kufizo e fundit kohën që fëmija yt kalon me teknologji. Një prind i mirë. Mbroje fëmijën tënd. Kufizo kohën. Reduktohu në maksimum telefoni për fëmijët. Fëmija deri në 2 vjeç. Sugjeroj, e sa kam lexuar, kuptuar dhe me urtësinë që Zoti më jep, të mos shoh teknologji. Ju bëni çfarë doni me fëmijën tuaj. Në kuptimin që vendosni vetë. Po unë jam prap bari, pastor, bari juaj, pastori juaj, edhe dua t'ju ndihmoj. Kufizojeni fëmijën deri në 2 vjeç. Lëreni trurin e fëmijës të zhvillohet. Mos i jepni diçka personale fëmijës. Nëse ka diçka, okay, mos i jep deri në moshën 12, 13, derisa të fillojë adoleshenca. Por nëse i jep, kontrolloje. Do të thotë që lëri orar, mbyll kaq, nuk po flas të jeni legalist, jeni mbrojtës. Jeni të kujdesshëm. Mos e përdorni teknologjinë dado virtuale për fëmijët tuaj. Mos bëni këto gabime. Kufizoni kontrollin e fëmijëve tuaj me teknologjinë. Po flas me media. Le të jetë si mjet, nëse është si mjet, çdo gjë është okay. Do të marrë se do të shoh këtë, shumë e mori e mbylli. Do të shoh këtë, e mori e hoqi, e kreu detyrën e mbylli. Bëni dhe ju ashtu. Çfarë fitimi keni sepse rrini me orë të tëra ju duke kaluar nga një video dhe në një video, çfarë fitimi keni? Thjesht po formësoheni ju vetë. Edhe harxhoni orë të tëra, duke mos patur, duke lejuar djallit të prish karakterin tuaj, të prish shenjtërinë tuaj. Të hyjë midis jush në familje, të hyjë midis nesh me njëri tjetrit, të hyjë në shërbim. Njerëzit nuk shërbejnë dot pa telefon tani, domethënë nuk kuptimin që kanë 3 minuta kohë edhe do rrin këtu, pse? Pse? Edhe kështu është gjithandej. Thash, ja marr gjithë javën të mbledh gjithë këto gjëra. Edhe u përpoqja të jap parime biblike. Së pari, ka një armik. Mos e neglizhoni. Ai armik është djalli. Së dyti, ka strategji.
Ai do të vërë gjëra në mes që të na rrëzoj. Përmendja e parë e strategjisë është Zanafilla 1. Në dhjetën e vjetër, Mateu në dhjetën e re. Qëllimi është të rrëzonte dhe furi diçka në mes. Në mes është media. E rastësishme, koincidencë, se di. Po ky është realiteti. Le ta përfundojmë. Mbroje fëmijën tënd. Lutu vazhdimisht përpara. Nëse nuk di si të lutesh, javën e kaluar patëm mësim shumë të mirë. Ka mjaft mësime praktike. Edhe nëse vërtet e doni fëmijën tuaj dhe bajni shënime, merrni ato dhe lutuni. Besojeni në fëmijës tuaj Perëndis. Mbroje fëmijën, përmbushe detyrën që ke. Ji asë. Ka një rrezik. Ji i kujdesshëm, ka një strategji armiku. Ji qartë, ai ka një qëllim. Të shkatroj fëmijët, të vjedh fëmijët, të vras ata, të vjedh pafajësinë, të vjedh karakterin. Edhe këto bën përmes seksualizmit, dhunës, degradimit të trurit, humbjes së kontrollit, humbjes së shenjtërisë. A jeni mbrojtur nga ferri? A jeni i shpëtuar? A jeni i rilindur? Se nëse nuk jeni i rilindur, nuk ka vlerë të këto mbrojtje. Perëndia na shpëton me anë të gjakut të Krishtit. Ai vdiq për ne, ai u varros për ne, ai u ringjall për ne. Besoni në Jezu Krishtin të shpëtohesh. Ne kthehemi ne si prindër. A kemi ne vetë kontroll? A jemi ne një model, një shembull për fëmijët tanë? Është e trisht, po djalli na ka sulmuar. E a mund të thyehemi të themi Zot na fal? Edhe të hedhim hapa të duhur të qëndrueshëm? Unë ju kam dhënë 3 parimi biblike. Janë jashtëzakonisht të çmuara dhe kalojnë çdo lloj gjëje. Është rrezik real, ka një armik, ka strategji, ka qëllime. Mos u mashtroni.